Ai mund të quhet pa diskutim një nga gazetarët dhe folësit më të mirë të lajmeve në vend, me qetësinë që e karakterizon në raportimin e lajmeve. Ilir Paço, prej më shumë se 20 vitesh, është bërë pjesë e pandashme e ekranit. Edhe pse të gjithë e njohin si gazetar, pasioni i tij më i madh është piktura, për të cilën ka studiuar disa vite, e më pas vendosi të fokusohet te gazetaria. Për herë të parë, gazetari ka folur për atë që ndodh pas ekranit dhe praktikisht nuk shihet nga sytë e publikut. Iliri, si rrallëherë, ka treguar se përse e kanë pezulluar nga puna që bën prej vitesh, duke mbajtur nga ana tjetër përgjegjësi për veprimin e tij. Ai tha se kishte harruar që kishte edicionin e lajmeve në orën 12 të drekës, sepse gjithmonë un kam edicionin e mbrëmjes. Unë isha njoftuar për këtë ndryshim, po të them të drejtën, më kishte dal nga mendja. Isha në shtëpi, kur më merr në telefon regjisorja dhe më thot: "Hajde, ngjitu lart në studio." Unë gjendesha në shtëpi dhe ora ishte 11:55 minuta. Si përfundim, mbërrita në televizion, por isha 15 minuta me vonesë, gjë që është shumë e rrallë e nuk kishte ndodhur asnjëherë në televizionin ku unë punoj. Edicioni i lajmeve u dha 20 minuta me vonesë, e për këtë rast, gazetari i njohur si ndërshkim ka ndënjur një muaj pa punë sepse i ka ardhur vendimi i pezullimit nga puna. Qëndrova një muaj pa punë si ndërshkim, nuk më erdhi mirë sigurisht, por më pas mendova, kjo është diçka njerëzore e mund të ndodh kujdo. Tani, atë moment e kujtoj me sportivitet, por në kohën që qëndrova pa punë, e vuajta shumë.